Futbolli faktikisht i ka gjitha episodet e lojës, mund të fitosh minutën e fundit, mund të humsh. Ne faktikisht sot erdhëm puk, duke ditë se nuk kena asnjë lloj objektivi për të luajtur futboll, për të treguar vlerat e ekipit ton, ku ekipi jon me të vërtetë sot luajti futboll dhe tregoi vlerat e tij deri minutën e 98. Por futbolli nganjëherë edhe dënon, edhe të lumturon. Por unë jam i kënaqur me gjithë futbollistët sot për shpirtin e garës, për detyrat taktike të tyre gjatë gjithë lojës, por duhet të veçoj protagonistin kryesor të takimit sotëm, gjyqtar, të cilët ata e prishin bukurinë e kësaj loje, sepse ndihmuan njëanshmërisht ekipin e Tërbunit. Te goli i parë joni ishte flagrant offside. Ne na annullohet një gol i rregull, po ashtu kemi shumë shtyrie loje pa logjik, duke akorduar 5 minuta, goli bëhet minutën e 98. Ne nuk jemi për të gjykuar arbitrat faktikisht, por ka kalu në masën superiore ndëshkimi i padrejtë i arbitrave kundrejt nesh. Gjithsesi, unë i uroj ekipit kundërshtar fitoren, sepse ata e merituan me golat që shënon, por një ndihmëes të madhe edhe arbitrit.